Aksident në Bulqiz, makina humb kontrollin dhe bie në lum pamje nga vendi ngjarjes. Mesditën e sotme, një aksident ka ndodhur në rrugën e Strikçanit në afërsi të Shupenzës. Sipas njoftimeve paraprake, drejtuesi i mjetit ka humbur kontrollin dhe përpasoi makina ka rënë nga një urë 2 metra e lartë në lum. Pas ndihmës të dhënë nga kalimtarët, shoferi dhe djali i tij të pa identifikuar u dërguan në spitalin e Bulqizës dhe ndodhen jashtë rrezikut për jetën.